Unë po pajtohem realisht, jo po pajtohem, kjo shihet që ka një ramje të votës lëvizjes vetëvendosur. Normalisht. Ja, ka 10 deputet. Ka fiks 10 deputet. E përmendën marrë që kanë më numëruar votat e diasporës, mandej rezultati besoj ka me dalë çaty me një diferencë madje shumë të vogël. Mirë, tash mund të flasim për këta që kanë votuar, mund ta diskutojmë. Besoj që do të më gjyku në kuptimin në aspektin politik, vetëm partisë politike. Lidhën Demokratike të Kosovës sot PDK-n se nuk po arrin me i bo ball Albin Kurti të lëvizjes vetëvendosur, unë e pash sot, e pash ish deputete Janina Imiri, domethënë që kishit një status, si më thonë, total me lëvizjen vetëvendosur me Albin Kurti, në i dashur 60% nuk i more. Unë mendoj që LDK-ja, zonja Imiri, gjithë njerëzit që janë faktor këç në LDK do të me bëni organizim. Po opozita s'po më edhe me kthy LDK-n se LDK-ja vazhdon me mbet partia e tretë. Nuk do të më marr me Albin Kurti. Na kupton populli, çfarë bën gojën shikust. Opozita nuk po arrin ta rrëzoj Albin Kurtin, po kush po rrëzon Albin Kurtin? Këta që po abstenojnë, pra këta që janë indiferent ndaj nuk e rrëzum na qeverinë prapë bën gratë zoti Smakiçi. Pa çako lidhje. Ç'është është rrëzuar Albin Kurti? Çako lidhje që e pa qeverinë. Qeverinë me kusia, me sulla, me defa, çfarë duhet? Nuk është mirë na. Qeverinë e bën me ministra, me zëvendës ministra, jo me ato mirë. Nëse s'kish arrit me i marr 50% mbas se zoti Smakiçi kështu ta që s'kan votu, po dëshirojnë një politikë tjetër, korrekte, profesionale, të cilën nuk e kena. Ndërsa këta që kanë votu, po dëshirojnë defa, sulla. Po pajtoj me ty, po ku mi marrë që ta tjerë... A mirë, dhe ta shfolën për këta me të pola. Qa po thotë Rashiti është që nëse ka fitus në këto zgjedhje është AK, a ka fitus tjerë? Aja është survive, është bjetis, nuk është fitus, është bjetis. Jo është fitus që ka marrë votë shumë a shumë se zotë Ramos Haradinaj kërë ka dhejsh partinë. Erun demokracinë dhe elektorati Aleancës e ka respektu opozit bërjen e Ramush Haradinit dhe ndryshimin e leadershipit e Ardian Gjini dhe e ka rrit pak votën, por foti soj është se ka trup më të vogël elektoral dhe pragu ka qenë më i vogël. Megjithatë, kja është mirë, por është për mbijetis. Atëherë ka fitus në qëto zgjedhje? Jo, absolutisht. Absolutisht për kur së është fitus. Unë nuk e di, për DK do të ketë me njerë ndryshime, veç e pra lajmëroj Bedre Hamza, në LDK ka një rritje shumë të vogël të zbet dhe pse me nejën e ka hunë bashkë se Vjosa Osmani, edhe se u këthy në LDK, e gjitha deklaratat i ka pos duke shpjeguar se me vlerësante një ditë s'me vlerësante, pra, kur dëshirani ta ndërrani pushtetin, apo të arrim diçka më të lartë, ju nuk duhet të silni si para shefit, pra, edhe se ishte në LDK, silni si para shefit. Specifikisht për se cilin subjekt politik, me që fillove për LDK-n, a u vrejt efekti Osmani ose i binomit Osmani Abdigjiku në këto zgjedhje? Jo, nuk është zgjidhje për LDK-n. Menoj që LDK-ja ka nevojë për një leadership 3, e cili ma Vjosa dhe Abdigjiku nuk janë lojtarë kryesor për ta shembur Albin Kurtin. Në PDK do të ketë gjithsesi ndryshime, e vetëm është Aleanca që ka arrit me Po, do të flasim për secilën parti. A ka efekt edhe pse në përqindje e bani një farë matje Abdigjiku mbram, po Paka shumë me dhone tash, pa dash me lujt ekspertin, po e kom kalkulu si me thonë 57% që ka me qenë një lëvizje e mundshme me ardhin e zonës Vjosa Osmani, për cilën mendoj që është oportunisti edhe është, si me thonë, prioritet e ka karierën e saj politike dhe marrjen e funksionit.